vetëm shife këtë si pyetje, nuk e dija e kap. Thot, një vajzë mba të dërguar foto dhe unë kishe qëllime serioze. Më thot që unë t'i kam çu fotot vetëm me qenë shok. Deri këtu ka arrit emancipimi. Komunikon një femër me një çun, ndrojnë fotot, në fund fare thot, jam unë për shoqni më u bë shok. Kjo gjë nuk ekziston në fen tonë në islam. Se qysh në fillim ka nis në haram. Se kuptoj. Nuk e kuptoj dhe nuk e di se ku po shkojnë me këto lloj gjërash. Subhanallah, në fen tonë, vlerësimi i femrës përveç fesë, besimit dhe edukatës është tek nderi i saj. E nuk bën që femra të lozi me këto gjëra. As mashkulli, po sidomos femra. Ku ka shoqni, po bëjmë muhabet.